Rënimi I darvinizmit dhe e vërteta e krijimit. Zanafilla e jetës. Një njeri që heton gjithësinë në cilën jeton, do të ndesh 250 miliard galaktika, secila prej tyre stërhon në vetvete rreth 300 miliard yje, edhe secili nga këto sisteme madhështore vepron në përputhje me ligjet posaçme edhe me një rregull të përpikt. Ekziston një plan, një konstruksion, edhe një barazpesh në çdo pjesë të gjithësisë. Toka zë një vend fare të papërfillshëm në këtë univers kaq të gjerë. Por dhe ajo ka një sistem të ndërtuar në mënyrë të përkryer, që përfshin në kuilibra delikate dhe jashtëzakonisht të ndërlikuar. Ndryshe nga çdo trup tjetër qellor të njohur, atmosfera dhe sipërfaqja e saj mundsojnë jetën. Uji, I cili mbulon pjesën më të madhe të sipërfaqes së tokës, është një nga elementët themelor të jetës. Amplitudat e temperaturës, vetit orbitale si dhe sipërfaqja e tokës, të gjitha këto tregojnë qartë se ky planet është përcaktuar si I veçantë për jetë. Planeti ynë është vendi I një vitaliteti kompleks të mahnitshëm dhe të gjerë. Miliona lloje bimësh edhe kafshësh nga më të ndryshmet jetojnë në tokë në një harmoni të përkryer. Kjo harmoni është aq e përsosur, saqë është në gjendje të mbijetojë pa cënuar në qoftë se nuk ndërhyjnë në të qëllimisht qeniet njerëzore. Por si lindën këto sisteme dhe këto qenie të gjalla? Kur studiohen qeniet e gjalla në tokë, duhet vërehet mirë një ndërtim I qartë dhe I planifikuar. Çdo gjë e gjallë është e pajisur me sisteme tepër të ndërlikuara, të cilët I mundsojnë asaj të luajë rolin e vet brenda sistemit të përgjithshëm me të gjitha aftësitë e saj. Përderisa jeta qenë ka e planifikuar, e sistemuar dhe organizuar, atëre ajo patjetër duhet të ketë një krijues dhe ky krijues ja ka bërë veten të njohur njerëzimit qysh në fillimet e botës. Ai është Allahu, Zoti, një dhe I vetëm, I cili krijoi qiejt edhe tokën nga asgjëja, edhe I cili I dha formë gjithçkaje që gjendet në tokë. Teoria e evolucionit e cila u parashtrua në shekullin e 19 mohon këtë të vërtetë të qartë të krijimit. Kjo teori amendëson se llojet në tokë nuk janë krijuar nga Zoti, por erdhën si rezultat I një procesi të udhëhequr tërësisht nga rastësia. Themeluesi I kësaj teorie ishte një naturalist amator I quajtur Charles Darwin. Darwini e prezantoi këtë teori në librin e tij Prej ardhja e llojeve që u betua në vitin 1859. Libri I Darwinit pati një sukses të menjëhershëm, por populariteti I tij kushtohej më shumë implikimit ideologjik të librit sesa vlerës së tij shkencore. Idetë e Darwinit siguruan mbështetje të konsiderueshme në filozofinë materialiste, e cila mohonte ekzistencën e Zotit. Themeluesi I materializmit dialektik, Karl Marx, ja kushtoi Darwinit librin e tij Kapitali.
duke shkruar në kopertinën e tij: Charles Darwinit, nga një admirues i devotshëm. Teoria e Darwinit arsyeton se të gjitha llojet kanë rrjedhur nga një paraardhës i përbashkët ndërmjet ndryshimeve të vogla, gjithnjë në rritje në periudha të gjata kohe. Darwini nuk paraqiti asnjë fakt të bazuar për të provuar këtë pretendim. Sigurisht edhe ai vetë ishte i bindur për ekzistencën e fakteve të shumta që e bënin pavlefshme teorinë e tij. Ai e pranon këtë në librin e tij, në një kapitull të titulluar Vështirësitë e teorisë. Darwini shpresonte se këto vështirësi do të mund të kapërceheshin nga zbulimet e reja shkencore. Por në të vërtetë, përparimet në shkencë do të hidhnin poshtë një nga një me argumenta të qarta pretendimet e Darwinit. Darwini parashtroi se gjitha llojet evoluan në mënyrë të pandërprer nga një paraardhës i përbashkët. Por si erdhi në jetë ajo gjallëse e parë? Darwini nuk e shtroi fare këtë pyetje në librin e tij. Ai madje as që ishte i ndërgjegjshëm se kjo pikë përbënte një nga përgënjështrimet më të mëdha të teorisë së tij. Sipas konceptit të shkencës ende primitive të kohës së tij, mendoi se jeta kishte një strukturë shumë të thjeshtë. Sipas një teorie të quajtur gjenerimi spontan, e cila ishte shumë popullore, që nga mesjeta mendoi se qeniet e gjalla mund të lindin lehtë nga materia pa jetë. Aso kohë mendoi se bretkocët mund të lindin vetvetiu nga balta, ndërsa mikrobet nga mbeturinat ushqimore. Madje u zhvilluan dhe disa eksperimente interesante për të provuar këtë teori. Kështu në një rreck lihej një dorë grur, edhe nga një përzierje e tillë pritej të lindin minj. Po kështu u morën për bazët e krimbat e shfaqur në një copë mishi për të pretenduar se jeta mund të lindë nga materia pa jetë. Por më vonë u kuptua se gjallësa të tilla nuk formoheshin vetvetiu, por lindin nga larva mikroskopike të depozituara tek mishi nga misat. Në kohën e Darwinit, besimi se mikrobet mund të lindin lehtë nga lëndët pa jetë ishte shumë i zakonshëm. Por 5 vjet pas botimit të librit për ardhja e llojeve, biologu i njohur francez Louis Pasteur hodhi poshtë në mënyrë shkencore këto mite që shërbenin si bazë evolucioni. Pasteuri pas studimeve të gjata dhe eksperimentimeve të shumta arriti në këtë përfundim shumë të rëndësishëm. A mundet që materia të vetë organizohet? Jo. Sot nuk njihet asnjë rrethan sipas së cilës ndonjë mund të vërtetojë se qeniet mikroskopike kanë ardhur në botë pa prindër që t'u përngjasojnë atyre. Evolucionisti i parë që u morën me tezën e zanafillës së jetës në shekullin e 20 ishte biologu rus Aleksandr Oparin. Qëllimi i tij ishte që të shpjegojë se si mundi të lindte qeliza e parë e gjallë, që sipas teorisë së evolucionit pretendohet të ketë qenë paraardhësia e të gjitha qenieve të gjalla në vitet 30. Oparini formuloi një numër teorish për të treguar se si mundi të lindi qeliza e parë e gjallë rastësisht nga materia pa shpirt. Megjithatë, përpjekjet e tij përfunduan me dështim, edhe vetë Oparini ju deshta pohonte. Për fat të keq, origjina e qelizës mbetet një çështje që aktualisht është aspekti më i errët i gjithë teorisë së evolucionit. Evolucionistët që pasuan Oparinit drejtuan e kryen eksperimente për të gjetur një shpjegim sipas teorisë së evolucionit për origjinën e jetës. Më i famshëm i gjithë këtyre eksperimenteve u ndërmon nga kimisti amerikan Stanley Miller. Ai përftoi disa molekula organike të thjeshta nga shkrepja e një reaksioni në gaze, të cilat siç pretendonte ai, duhet kishin ekzistuar në atmosferën primitive të tokës. Në atë kohë ky eksperiment u vlerësua si një provë shkencore për evolucionin, por më pas doli se nuk që as pak diçka e tillë. Zbulimet e mëvonshme treguan se gazet e përdorura në eksperiment ishin shumë të ndryshme nga gazet që kanë qenë të pranishëm në atmosferën e hershme të botës. Vetë Milleri, më në fund pranoi pavlefshmërinë e eksperimenteve të tij.
Çdo përpjekje evolucioniste në shekullin e 20 për të shpjeguar zanafillin e jetës ka përfunduar me dështim. Jeffrey Bada, profesor i gjeokimisë edhe një avokat pararoj i teorisë evolucionit, e dëshmon këtë fakt në numrin e shkurtit të vitit 1998 të revistës Earth, një nga botimet periodike pararoj të literaturës evolucioniste. Sot, ndërsa po lëm shekullin e 20, ne ende përballemi me problemin më të madh të pazgjidhur që kishim kur hym në shekullin e 20. Si nisi jeta në tokë? Qorsokaku më i madh përballë evolucionit është struktura e pabesueshme dhe tejet e ndërlikuara e qelizës së gjallë. Çdo gjë e gjallë në tokë është e përbërë nga qeliza me përmasa afërsisht sa 1/100 e milimetrit. Disa qenie të gjalla përbëhen prej një qelize të vetme. Megjithatë, edhe këto organizma njëqelizor janë jashtëzakonisht kompleks në ndërtimet e tyre. Ato kanë funksione të ndërlikuara për të mbijetuar, madje edhe motor të vegjël për të lëvizur. Në kohën e Darwinit nuk njihej kjo strukturë ndërlikuara e qelizës. Me mikroskopët primitiv të atyre kohëve, qelizat ngjanin si të ishin pak a shumë njolla pa veçori të veçanta. Sidoqoftë, mikroskopët e fuqishëm elektronik të ndërtuar rreth mesit të shekullit 20 filluan të zbulojnë se sa komplekse edhe se sa organizuar ishte në të vërtetë qeliza. Ata zbuluan një kompleksitet edhe organizim që nuk mund të ishte rezultati i rastësisë. Një qelizë gjallë përbëhet nga mijëra pjesë të imta, të cilat funksionojnë në harmoni. Për të bërë një krahasim, brenda në qelizë ka centrale elektrike, fabrika të teknologjisë së lartë, një sistem kompleks të ruajtjes së informacionit, sisteme masive të kujtesës, rafineri të përsosura me një membranë qelizore, në dukje të vetvetishme, e cila kontrollon çfarë hyn dhe çfarë del nga qeliza. Me qëllim që qeliza të mbijetojë, duhet që gjithë këto organe të jetojnë njëkohësisht. Është e pamundur që një sistem i tillë i ndërlikuar dhe kompleks të ketë lindur si rezultat i rastësive. Sot as edhe laboratori më i ndërlikuar nuk ka mundësi të prodhojë asnjë qelizë të vetme nga materia pa jetë. Në të vërtetë, kjo është plotësisht e pranuar të jetë e pamundur, edhe përpjekjet për të prodhuar qeliza të gjalla nga materia e vdekur janë braktisur tashmë. Por teoria e evolucionit pretendon se ky sistem, të cilin njeriu me gjithë inteligjencën, dijen edhe teknologjinë nuk mund ta riprodhojë, lindi rastësisht. Sir Fred Hoyle, një matematikan dhe astronom i shquar anglez, e shpjegon pamundësinë e një diçkaje të tillë me një shembull. Rastësia që format më të larta të jetës mund të kenë lindur rastësisht është e krahasueshme me rastësinë që një shtërngat që fryn nëpër një depo vjetërsinash të mund të montojë një avion Boeing 747 nga materialet që gjenden aty brenda. Biokimia moderne në të njëjtën kohë ka zbuluar ndërtimin e paimagjinueshëm dhe kompleks të molekulës së ADN-s. Struktura e ADN-s u zbulua në vitin 1955 nga dy shkencëtarë, James Watson edhe Francis Crick. Zbulimi i tyre tregoi se jeta ishte shumë më e ndërlikuar se sa e kishin imagjinuar çdo kush më parë. Megjithse një evolucionist i deklaruar, Francis Crick, i cili mori çmimin Nobel për këtë zbulim, dëshmon se një strukturë si ADN-ja nuk mund të ketë lindur kurrë nga rastësia.
ADN-ja është një molekull gjigante që gjendet në bërthamën e qelizës. Çdo hollësi e ndërtimit fizik dhe fiziologjik të një qenie të gjallë është e koduar në këtë spirale të dyfisht. Gjithë të dhënat për trupin ton, nga ngjyra e syve deri tek struktura e organeve të brendshme dhe tek format e funksionet e qelizave tona, janë të programuara në seksione të quajtura gen në ADN. Kodi i ADN-s përbëhet nga vargu i 4 bazave. Në qoftë se e mendojmë se cilën nga këto baza si një shkronjë, atëherë ADN-ja mund të krahasohet me një bankë të dhënash të përbërë nga një alfabet prej 4 shkronjash. Gjithë informacioni për një qenie të gjallë është i ruajtur në këtë bankë të dhënash. Në qoftë se do të donim të shkruanim në letër informacionin që gjendet në ADN, një gjë e tillë do të hante rreth 1 milion faqe. Kjo është e barabartë me një enciklopedi 40 herë më të madhe se Enciklopedia Britanike, e cila është një nga librat më të mëdhenj të akumulimit të informacionit në botë. Ndërkaq, ky informacion i pabesueshëm është sistemuar në një bërtham të vockël të qelizave tona, me përmasa rreth 1/1000 e milimetrit, është përllogaritur si një zinxhir ADN-je i mjaftueshëm për të mbushur një lugë çaji. Ka një kapacitet që është i barabartë me gjithë informacionin që mbartin të tërë librat e shkruar ndonjëherë. Nuk ka dyshim se një strukturë e tillë mahnitse kur nuk mund të jetë formuar rastësisht. Teoria e evolucionit, e cila e shikon prejardhjen e jetës thjesht si rezultat të koincidencave dhe të ngjarjeve të rastit, nuk është e aftë të shpjegojë asgjë përballë kompleksitetit të çuditshëm të ADN-s. Është e qartë se ADN-ja, qeliza edhe gjithë qeniet e gjalla janë produkti i një krijimi të lartësuar dhe të përkryer. Përderisa një krijim i tillë ekziston me të vërtetë, atëherë duhet të ekzistojë edhe një krijues, i cili ka një fuqi, një dije edhe një urtësi të amshuar. Tek cila do qenie e gjallë që vëzhgojmë në natyrë, shohim se çfarë force madhështore ka krijuesi. Secila nga milionat e qenieve edhe të llojeve të gjalla është një vepër arti. Edhe si çdo vepër arti, na bën të njohur artistin, të cilit i detyron ekzistencën e vet. Ai është Allahu, Zoti i tokës, i qiejve edhe i gjithçkaje që gjendet ndërmjet tyre.
Mekanizmat imagjinar të evolucionit. Sot skenari evolucionist, sipas të cilit jeta lindi rastësisht nga materia pa jetë, është përgënjeshtruar nga shkenca. Për më tepër, nuk ekziston asnjë mekanizëm në natyrë që të zhvillojë procesin e quajtur evolucion. Nuk ka asnjë mekanizëm natyror me anë të cilit një qelizë e vetme të mund të shndrohet në një qenie të gjallë më të ndërlikuar dhe pastaj të vazhdojë dhe të bëhet paraardhësja e miliona llojeve të ndryshme të gjalla. Darwini parashtroi vetëm një koncept si mekanizëm të evolucionit të vet. Përzgjedhje natyrore. Titulli i librit të tij tregon qartë rëndësinë që ai i ka dhënë këtij mekanizmi, prejardhja e llojeve me anë të përzgjedhjes natyrore. Seleksionimi natyror mbështetet në idenë se individët e fuqishëm, të cilët i janë përshtatur mirë mjedisit tyre, do të mbijetojnë. Për shembull, një kopë drerësh të kërcënuar nga garabëqarët, ata të cilët mund të vrapojnë më shpejt do të mbijetojnë. Pas pak kohë, kopeja do të përbëhet kryesisht nga individ të fuqishëm dhe të shpejt, edhe të ngaftët do të bien pre. Mirë po ky mekanizëm nuk bën që drerët e evolojnë. Ai nuk i transformon ato në lloje të tjera, për shembull në kuaj. Seleksionimi natyror vetëm sa eliminon individët e dobët, të paaftë dhe të sëmurë, si dhe i siguron vazhdimsinë edhe shëndetin një lloji të veçantë. Ai nuk ka asnjë fuqi evoluese. Edhe vetë Darwini ishte i bindur për këtë çështje. Për këtë arsye, ai pohoi në librin Prejardhja e llojeve se përzgjedhja natyrore nuk mund të bëjë asgjë derisa të mund të ndodhin ndryshimet e përshtatshme. Në lidhje me lindjen e kushteve të favorshme, Darwini u ndikua thellë nga njëri prej bashkëkohësve të tij, biologu francez Lamarck. Lamarck mendonte se qeniet e gjalla ja linin si trashëgim tiparet e fituara brezave të ardhshëm. Sipas mendimit të Lamarckut, gjirafat evoluan nga krijesa që u ngjanin drerëve. Qafat e tyre u zgjatën nga brezi në brez, duke u përpjekur të arrinin degët më të larta për ushqim. Lamarcku e gjithashtu besonte se në qoftë se antarëve të një familje u priten krahë disa breza rresht, atëherë pas disa kohësh, foshnjët e tyre do të lindin pa krah. Darwini, ndikuar shumë nga këto shembuj, doli me një pretendim edhe më të guximshëm. Në librin e tij Prejardhja e llojeve, ai argumentoi se disa arinj, duke u përpjekur të gjuajnë në ujë, u shndruan në balena. Por që të dy, si Lamarcku, ashtu dhe Darwini gaboheshin. Idetë e tyre ishin në kundërshtim me disa ligje themelore të biologjisë. Në kohën e tyre, gjenetika, mikrobiologjia ose biokimia nuk ekzistonin fare si degë të biologjisë. Dhe ligjet e trashëgimisë nuk njiheshin as pak. Në të vërtetë, Lamarcku dhe Darwini mendonin se tiparet trashëgueshme përçoheshin me anë të gjakut. Për shkak të këtij niveli primitiv të shkencës në atë kohë, skenarët imagjinar të teorisë së evolucionit nuk shiheshin as pak si të çuditshëm. Tezat e Darwinit patën një ndikim të madh në rrethet shkencore të kohës, por megjithatë, Darwini ishte i dëshpëruar. Në kapitullin Vështirësitë e tërësisë, ai shkruan: "Në qoftë se do të mund të provohej se ka ekzistuar ndonjë organ i ndërlikuar i cili të mos jetë formuar nga modifikime të shumta të njëpasnjëshme edhe të thjeshta, atëherë teoria ime do të dështonte plotësisht." Druajtjet e Darwinit u vërtetuan menjëherë pas vdekjes tij. Ligjet e trashëgimisë të zbuluara nga një botanist austriak i quajtur Gregor Mendel bën që të shëmbën pohimet e Lamarckut dhe të Darwinit. Shkenca e gjenetikës, që u zhvillua në fillim të shekullit të 20, provoi se nuk ishin veçoritë e fituara fizike, por vetëm genet, ato të cilat trashëgoheshin në brezat e mëvonshëm.
Ky zbulim qartësoi se një skenar sipas të cilit veçoritë e fituara akumulohen brez pas brezi, edhe më pas sjellin lloje të ndryshme gjallësash, ishte i papranueshëm. Me fjalë të tjera, nuk gjendet asnjë variacion i trashëgueshëm për mekanizmin e propozuar nga Darwini të përzgjedhjes natyrore, nga i cili mund të zgjidhet ndonjë ditë. Rrjedhimisht, teoria e evolucionit e hedhur nga Darwini është përmbysur në fillim të shekullit 20. Të gjitha përpjekjet e tyre nga evolucionistët në shekullin e 20 nuk bën gjë tjetër, veç konfirmuan se përzgjedhja natyrore nuk kishte asnjë fuqi evolucioniste. Një evolucionist i njohur, paleontologu anglez Colin Patterson, e pranoi një diçka të tillë duke thënë: askush nuk ka prodhuar ende një specie me anë të mekanizmave të përzgjedhjes natyrore. Askush nuk i është afruar ende kësaj edhe shumica e argumenteve të kohës, por neodarvinizmin sillen rreth kësaj çështje. Shkenca e shekullit 20 ka treguar gjithashtu se në qeniet e gjalla gjenden sisteme dhe organe të pajisura me mekanizma tepër të sofistikuar. Këto sisteme dhe organe nuk do të funksiononin në qoftë se atyre do të mungonte qoftë edhe një përbërës i vetëm. Kjo karakteristikë e quajtur kompleksiteti i pareduktueshëm i jetës është provë se këto struktura duhet kenë lindur menjëherë dhe plotësisht të formuara. Ky fakt hedh poshtë në mënyrë të prerë pretendimin evolucionist se qeniet e gjalla u zhvilluan gradualisht nga përzgjedhja natyrore nëpërmjet ndryshimeve të vogla gjatë kohërave. Kur u bë qartë se mekanizmi i përzgjedhjes natyrore i propozuar nga Darwini nuk kishte asnjë fuqi evolucioniste, i thtarë të tij ju desh të bënin një ndryshim themelor në teori. Përveç konceptit të përzgjedhjes natyrore, ata shtuan një mekanizëm të ri të quajtur mutacion. Mutacionet janë alternime ose shformime që ndodhin në ADN-n e qenieve të gjalla, në të shumtën e rasteve si rezultat i ndikimeve të jashtme të tilla si rrezatimi ose veprimi kimik. Tani teoria e evolucionit pretendon se qeniet e gjalla janë ndarë nga njëra tjetra dhe janë zhvilluar si rezultat i mutacioneve. Kjo nuk mund të jetë e vërtetë, pasi mutacionet vetëm sa e dëmtojnë informacionin në ADN, edhe i sjellin pasoja negative një qenie njerëzore. Deri tani nuk është vëzhguar asnjë mutacion i dobishëm, qoftë në natyrë, qoftë në kushte laboratori. Përderisa mutacionet nuk shtojnë informacion të ri gjenetik, atëherë është e pamundur për qeniet e gjalla që të mund të përfitojnë organe të reja me anë të mutacioneve. Asnjë zvaranik nuk mund të përfitojë ndonjëherë krah, as edhe një krijesë pa sy nuk mund të zhvillojë syt me anë të mutacioneve. Për dekada të tëra, evolucionistët vështruan qenie të ndryshme të gjalla edhe kundër veprimin e tyre ndaj rrezatimeve dhe substancave kimike në përpjekje për të përfituar mutacione të favorshme. Ajo që dilte gjithnjë në përfundimin e tyre ishte vetëm krijesa të paafta, të meta ose shterp. Eksperimentet e panumërta të zhvilluara me mizat e frutave kanë treguar se ndikimet e mutacioneve nuk sjellin përfitime, por për më tepër janë shkatërruese dhe vdekjeprurse. Mutacionet prishin kodin e përkryer të ADN-s së një qenie të gjallë edhe e kthejnë atë në një anormalitet natyror. Kjo është arsye që profesor Richard Dawkins, një nga mbrojtësit në emër të teorisë së evolucionit në kohën e sotme, heziton të jap një shembull të vetëm që shton informacionin gjenetik. Kur i është bërë kjo pyetje, ai ka heshtur. Profesor Dawkins, a mund të jepni një shembull të një mutacioni gjenetik ose të një procesi evolucionist në të cilin mund të shihet një rritje e informacionit në gen? E vërteta është shumë e qartë.
Jeta ka një ndërtim të ndërlikuar të tillë që nuk mund të shfaqet rastësisht. Një orë mekanike nuk mund të formohet si rezultat i grumbullimit të rastësishëm të ingranazheve, edhe në të njëjtën kohë, ekzistenca e saj provon se ekziston edhe një orë bërës i mençur. Po kështu, jeta mishëron një ndërtim madhështor që provon ekzistencën e një krijuesi, i cili e krijoi atë nga asgjëja. Mbar gjithësia është rezultati i një krijimi të përsosur e pa asnjë tmet. Urtësia e mshuar, fuqia dhe dija e krijuesit e shfaq vetveten në çdo gjë që ai ka krijuar. Madje edhe vetë krijimi i njeriut është një mrekulli e cila shpalos faktin se teoria e evolucionit poropatet për t'u fshirë nga skena. Ai është Allah, gjithë krijuesi, ai që i jep piknisjen gjithçkaje, ai që i dhuron trajtëni gjithçkaje. Të tij janë emrat më të bukur. Gjithë ç'është në qiell dhe në tokë, i thurin lavdi atij. Ai është i gjithfuqishëm, më i urti, gjithgjykues. Dëshmia e fosileve. Në shekullin e 20, teoria e evolucionit u hodh poshtë jo vetëm nga biologjia molekulare, por edhe nga paleontologjia ose shkenca e fosileve. Deri më tani, nuk është zbuluar asnjë fosil në mbështetje të evolucionit në të gjitha gërmimet e ndërmarra në çdo kënd të botës. Fosilet janë mbetjet ose skeletet të qenieve të gjalla që kanë jetuar në të kaluarën. Struktura e skeleteve të qenieve të gjalla, trupet e cilëve izolohen shpejt nga ajri, mund të ruhen të padumtuar. Këto mbetje na japin të dhëna për historinë e jetës në tokë. Kështu pra, është ruajtja e fosileve që ofron përgjigje shkencore për çështjen e prejardhjes së qenieve të gjalla. Teoria e evolucionit pretendon se të gjitha qeniet e gjalla rrjedhin nga një paraardhës i përbashkët.
Sipas kësaj teorie, zanafilla e qenieve të gjalla kaq të ndryshme erdhi si rezultat të ndryshimeve të vogla edhe të vazhdueshme gjatë një periudhe shumë të gjatë kohe. Teoria argumenton se në fillim lindën qeniet e para të gjalla një qelizore, të cilat më pas, gjatë qindra milion viteve, u kthyen në përkatësisht në jo vertebror, ujore dhe peshq. Mendohet se më vonë, këta peshq dolën në tokë dhe u kthyen në zvaranik. Historia vazhdon më tej dhe thotë se shpendët edhe gjitarët kanë dalë nga zvaranikët. Që ky pretendim të jetë i vërtet, duhet këtë pasur shumë lloje të ndërmjetme që të lidhnin një lloj me një tjetër. Për shembull, në qoftë se zvaranikët me të vërtet kanë evoluar në shpend, atëherë duhet të kenë ekzistuar krijesa të panumërta, gjysmë zvaranik, gjysmë shpend, në një kohë ose në një tjetër. Këto krijesa të ndërmjetme duhet të kenë pasur organe jo të plota, edhe gjysmë të zhvilluara. Darwini i quajti këto krijesa të supozuara forma kalimtare. Ai e dinte se me qëllim që të mbështeste teorinë e vet, mbeturinat e këtyre formave të ndërmjetme duhet të gjendeshin në regjistrime fosile. Në prejardhjen e llojeve ai shkruan: "Në qoftë se teoria ime është e vërtetë, atëherë duhet të kenë ekzistuar patjetër lloje të panumërta të ndërmjetëm, që i lidhin shumë ngushtë të gjitha llojet e të njëjtit grup së bashku, edhe si pasojë, të dhëna për ekzistencën e tyre të parë mund të gjenden vetëm në përmbetjet fosile." Megjithatë, Darwini ishte i ndërgjegjshëm se në mbetjet fosile nuk ekzistonte asnjë nga këto forma të supozuara si të ndërmjetme. Kjo është arsyeja që ai kushtoi një kapitull të veçantë këtij problemi në librin e tij. Aty shtroi edhe këto pyetje shqetësuese. Nëse disa lloje kanë rrjedhur nga disa lloje të tjera, me anë të ndryshimeve të vogla, pse atëherë nuk shohim kudo forma të panumërta kalimtare? Por përderisa sipas kësaj teorie, format e panumërta kalimtare duhet të kenë ekzistuar se s'bën, atëherë pse nuk i gjejmë ato në numër të pakufizuar në korren e tokës? Darwini hamendësonte se këto forma kalimtare do të mund të zbuloheshin kur të studiohej më me kujdes materiali fosil. Më vonë, evolucionistët që e pasuan atë studiuan shtresat gjeologjike në për gjithë botën për 140 vjet edhe kërkuan për këto fosile që mungonin. Të gjitha këto përpjekje përfunduan me dëshpërim të madh. Format kalimtare të imagjinuara nga Darwini mbetën vetëm kaq, sa jesë të imagjinatës. Paleontologu anglez Derek Ager e pranon këtë fakt, megjithëse ai është vetë një evolucionist, duke thënë: "Çështja ngrihet sepse në qoftë se ne studiojmë materialin e fosileve me imtësi, qoftë në nivel të rënd ose të llojeve, s'do të gjenim asnjëherë dhe në asnjë rast evolucion gradual, por shpërthim të menjëhershëm të një grupi në kurriz të një grupi tjetër." Shtresa më e lashtë e tokës në cilën janë gjetur fosilet qenieve të gjalla është ajo e Kembrianit, e cila ka një moshë të vlerësuar në rreth 500 deri në 530 milion vjet. Ndërsa në shtresat më të vjetra se Kembriani nuk shihen fosile të asnjë krijese tjetër përveç atyre pak organizuar një qelizore. Megjithatë, në periudhën Kembriane shfaqen papritur lloje të ndryshme. Më shumë se 30 toje jo vertebrore si kandili i detit, ylli i detit, trilobitet edhe kërmit dalin në pa, krejt papritur. Këto qenie të gjalla kanë sisteme shumë komplekse të trupit, si sistemi i qarkullimit të gjakut apo organe shumë të ndërlikuara. Për shembull, syri një trilobiti është i përbërë nga qindra organe të ndërlikuara që u ngjasojnë piteve të hojeve të bledhve. Është një mrekulli krijimi. Ky është syri i parë që ka lindur në tokë, edhe që hedh padyshim poshtë në mënyrë të prerë pretendimin e Darwinit se jeta ka evoluar nga forma më primitive drejt të ndërlikuarës. Por më tepër, struktura në forma të hojeve të bletës së syrit të një triobitete ka mbijetuar që prej 530 milion vjetësh pas një ndryshim në vetë.
Insektet e sotëm si bletët edhe pilivesat kanë të njëjtin ndërtim syri, si edhe trilobitet. Sipas teorisë e evolucionit, llojet duhet kenë evoluar nga forma para ekzistuese, por përsëri nuk njihet ndonjë formë tjetër e ndërlikuar jetese që të ketë ekzistuar përpara trilobiteve dhe llojeve të tjera të epokës kembriane. Speciet kembriane u shfaqën në jetë krejt papritur, pas një paraardhës. Një përkrahës i mirënjohur i teorisë e evolucionit, zoologu anglez Richard Dawkins, na sjell dëshminë më poshtme për këtë çështje. Duket sikur speciet e kembrianit ishin thjesht të kultivuara aty, pas një histori evolucioni. Kjo situatë sigurisht që e hedh poshtë teorinë e evolucionit, sepse Darwini në librin Prejardhja e llojeve shkruan: në qoftë se një numër i madh speciesh, të cilat i përkasin të njëjtës gjinie ose familje, me të vërtet kanë filluar jetën papritmas, kjo do të ishte vdekje prurse për teorinë e rrjedhjes së llojeve nga përmirësimet e vogla nëpërmjet përzgjedhjes natyrore. Kjo goditje vdekje prurse, që e friksonte Darwinin, vjen nga periudha kembriane, pikërisht me fillimin e regjistrimit fosil. Në të gjitha shtresat fosile, pas kembrianit, llojet e gjalla gjithnjë shfaqen papritmas edhe plotësisht të formuara. Llojet kryesore si peshqit, amfibët, zvaranikët, shpendët dhe gjitarët, edhe qindra mijë lloj të ndryshme brenda tyre, të gjitha u shfaqën papritur me struktura kaq të qarta. Nuk gjendet as edhe një formë vetme kalimtare ndërmjet grupeve, siç imagjinonin evolucionistët. Ky fakt është dëshmi e qartë se të gjitha llojet themelore u krijuan secili veç nga Allahu. Paleontologu evolucionist Mark Czarnecki e dëshmon këtë fakt si më poshtë. Problemi më i madh për vërtetimin e teorisë ka qenë regjistrimi fosil. Ky regjistrim kur nuk ka treguar variante të gjurmëve të ndërmjetme të imagjinuara prej Darwinit. Në vend të tyre, llojet lindin edhe zhduken në mënyrë të befasishme, edhe kjo parregullsi ka nxitur argumentin e krijimit, sipas të cilit çdo specie është krijuar nga Zoti. Por më tepër, nuk ka asnjë ndryshim ndërmjet fosileve qindra miliona vjeçare edhe pasardhësve të tyre të kohëve të sotme. Për shembull, një peshkaqen 400 milion vjeçar edhe një peshkaqen i ditëve të sotme kanë saktësisht të njëjtin ndërtim. Po kështu, nuk ka asnjë ndryshim ndërmjet një milingone 100 milion vjeçare edhe një milingone të sotme, ndërmjet një pilivese 135 milion vjeçare edhe një pilivese të kohëve tona, ndërmjet një breshke deti 100 milion vjeçare dhe një breshke deti bashkohore, ose ndërmjet një lakuriqi nate 55 milion vjetësh edhe një lakuriqi të kohëve moderne. Kjo pra do të thotë se të gjitha krijesat, edhe llojet e gjalla, janë krijuar nga Zoti i vetëm, edhe nuk kanë pësuar asnjë evoluim pas krijimit të tyre. Nga ana tjetër, ka patur edhe pak fosile të cilat qenë propaganduar si forma kalimtare nga evolucionistët, por që më vonë doli se nuk ishin as pak të tilla. Një nga format më të rëndësishme të pretenduara si kalimtare ka qenë fosili i një peshku të quajtur Coelacanth. Për vite me radhë, evolucionistët pretenduan se kjo krijesë, e cila njihej vetëm në materialin fosilik, kishte karakteristika të njëjta me kafshët që banojnë në tokë. Ata argumentonin se ajo kishte këmbë primitive dhe një mushkëri të zhvilluar mirë. Këto pretendime evolucioniste për Coelacanthin u paraqiten si fakt shkencor.
Madje vizatime imagjinare që paraqisnin këtë kafshë të zvarritej në tokë nga uji u futën edhe në tekstet shkollore. Evolucionistët pësuan një goditje të rëndë kur një shembull i gjallë i koelakantit, që mendoi të ishte zhdukur si lloj, u kap në Oqeanin Indian në vitin 1938. Atëherë u pa se ai peshk nuk ndryshonte as pak nga peshqit e ditëve tona. Përkundër pretendimeve të evolucionistëve, koelekantët nuk kishin as këmbë dhe as mushkëri primitive dhe ç'ishte më e keqe, ajo kafshë që mendoi të përgatiste vetveten për të bërë kalimin nga deti në tokë, në të vërtetë ishte një peshk që jetonte vetëm në ujërat e thella të oqeaneve, duke mos u afruar kurrë më shumë se 180 metra sipërfaqes së ujit. Një formë tjetër e pretenduar si kalimtare ka qenë një shpend fosili quajtur Archaeopteryx. Për dekada të tëra, evolucionistët argumentuan se kjo krijesë ishte një ndërmjetëse ndërmjet zvaranikëve dhe shpendëve. Megjithatë, fosili i 7 i kësaj kafshë, i zbuluar në vitin 1992, tregoi se kjo krijesë kishte një sternum, do të thotë eshtrën e kraharorit të domosdoshme për muskujt e fluturimit. Kjo provoi se kafsha ishte një shpend fluturues i përkryer. Pretendimet e evolucionistëve për thonjt si kthetra në krahat e Archaeopteryxit gjithashtu dështuan, përderisa struktura të tilla u zbuluan edhe në zogjt e sotëm si Hoacini. Paleontologu të Harvardit, Stephen Jay Gould, një nga mbrojtësit më të mëdhenj të teorisë së evolucionit, ju desh të pranoj se Archaeopteryxi nuk mund të konsiderohej si një formë kalimtare. Kur studiojmë strukturat e grupeve të ndryshme të kafshëve, mund të vëmë re se është e pamundur që ndërmjet tyre të ketë ndodhur një proces evolucioni. Për shembull, është e pamundur për peshqit, të cilët kanë sistemin e tyre të frymëmarrjes, të jashtëqitjes, strukturën muskulore dhe metabolizmin plotësisht të projektuar për të jetuar në ujë, të jenë transformuar në kafshë toksore duke dalë nga uji. Edhe grupet e gjallësave që jetojnë në tokë janë po kështu, shumë të ndryshme nga njëri tjetri. Evolucionistët pretendojnë se shpendët kanë evoluar nga zvaranikët. Megjithatë, zvaranikët janë me gjak të ftohtë, ndërsa shpendët janë me gjak të ngrohtë. Trupi i shpendëve është i mbuluar me pupla me një strukturë të ndërlikuar, ndërsa trupi i zvaranikëve është i mbuluar me luspa që nuk kanë asgjë të përbashkët me puplat. Zogjt kanë një sistem mushkërish që është krejt i ndryshëm nga të gjitha kafshët e tjera që jetojnë në tokë. Vetit aerodinamike të krave të shpendëve nuk mund të shpjegohen në asnjë mënyrë nga evolucioni. Është e pamundur që krahët të jenë zhvilluar gradualisht sipas pretendimit të evolucionistëve, sepse një krah gjysmë i zhvilluar nuk përbën ndonjë përparësi, por përkundrazi, një dizavantazh vdekjeprurës. Evolucionistët pretendojnë gjithashtu se disa zvaranik u shndruan në gjitar, por edhe këto dy grupe të gjallësave ndryshojnë shumë shpejt nga njëri tjetri. Zvaranikët shumohen me vezë, ndërsa gjitarët i lindin pas ardhësit e tyre. Në krahasim me luspat e zvaranikëve, trupi i gjitarëve është i mbuluar me gëzof. Mekanizmi i laktacionit është specifik vetëm për gjitarët, edhe evolucionistët nuk mund ta shpjegojnë kurrë origjinën e tij. Të përballur me këto të vërteta, të qartësuara nga materiali fosil, evolucionistët e drejtuan gjithë vëmendjen e tyre në pretendimin se njeriu ka evoluar nga krijesa të ngjashme me majmunin. Deri më sot kanë jetuar 6500 lloje të ndryshme majmunësh, shumica e cilëve janë zhdukur. Kafkat e këtyre majmunëve të zhdukur, të mëdha e të vogla qofshin, përbëjnë një burim të madh për evolucionistët për të ushtruar lirshëm imagjinatën e tyre.
duke i radhitur kafkat e këtyre llojeve të majmunëve të zhdukur, nga më e vogla tek më e madhja, si dhe duke shtuar edhe disa kafka të racave të zhdukura njerëzore në këtë seri, evolucionistët thurën një skenar të evoluimit të njeriut. Roli më i rëndësishëm i këtij skenari i është dhënë species majmunit të zhdukur, quajtur Australopithecus. Fosili i parë, Australopithecus, u gjet në vitin 1924 nga një paleontolog i quajtur Raymond Dart. Që atëherë, evolucionistët ngritën hipotezën se ky lloj majmuni, emri i cilit do të thotë majmuni jugor, është një qenie që i ngjason njeriut. Megjithatë, kur krahasohen skeletet e Australopithecut edhe shimpanzes, shihet se nuk ka asnjë ndryshim të rëndësishëm ndërmjet të dyve. Përballë këtij fakti, evolucionistët hodhën hipotezën se Australopitheku ka ecur drejt mbi dy këmbë, ndryshe nga majmunët e tjerë. Por anatomisti i famshëm Lord Solly Zuckerman, si dhe profesori Oxnard, i hodhën poshtë me fakte këto pretendime. Në të vërtetë, Australopitheku ishte thjesht një lloj zhdukur majmuni. Nga ana tjetër, fosilet e përfshira nga evolucionistët nën klasifikime imagjinare si Homo erectus, Homo ergaster apo Homo sapiens i lashtë, në të vërtetë u përkasin racave të ndryshme njerëzore. Po të studion me imtësi këto fosile, shihet se skeletet e tyre janë qenësisht të njëjta me ato të njerëzve që jetojnë sot. Mos përputhjet e vetme janë pak ndryshime strukturore në kafkat e tyre, por ndryshime të tilla gjenden edhe në raca të ndryshme njerëzore që jetojnë sot në tokë. Paleontologu i famshëm evolucionist Richard Leakey pranon se ndryshimi mes kafkave të klasifikuara si Homo erectus edhe ato të njeriut të sotëm është vetëm racional. Leakey thotë: këto ndryshime mbase nuk janë më të shquara se ajo çfarë shohim ndërmjet racave të veçanta gjeografike të njeriut të sotëm. Mbrojtja e vetme që u ka mbajtur evolucionistët përkundër gjithë këtyre fakteve shkencore është vetëm një gjë: propaganda. Skenari i pabazë i evolucionit njerëzor i është imponuar publikut me anë të vizatimeve imagjinare që shfaqen në botimet e evolucionistëve. Në këto tablo, krijesat me trup të mbuluar me qime dhe tipare majmuni stolisen me nënkuptime të motiveve të ngjashme njerëzore edhe jepet përshtypja se këto forma kalimtare, gjysmë njeri, gjysmë majmun, vërtet kanë ekzistuar dikur. Her pas here, bëjmë vizatime që paraqesin foto të qastit nga jeta shoqërore e këtyre krijesave. Këto piktura që orientuese futen në një renditje të veçantë për skalitur një skenar të evolucionit njerëzor në ndërgjegjen e shoqërisë. Edhe në botimet më të famshme shkencore, shpesh duken mashtrime të tilla të quajtura rikonstruksione dhe vrojtime imagjinare të pemës familjare të bëra nga frymëzimi i tyre. Fuqia imagjinuese e evolucionistëve nuk është e kufizuar në vizatimet sajuara dhe në modele. Ata shkojnë edhe më larg, edhe xhirojnë filma në të cilat luajnë krijesa imagjinare gjysmë njeri edhe gjysmë majmun. Por megjithatë, të gjitha këto përbëjnë veç se një mashtrim të kulluar. Prova e vetme që kanë në dorë në përgjithësi nuk është asgjë më tepër se pak fragmente të një kafke ose të një kërciri këmbe. Flokët, lëkura, hunda, veshët, buzët apo tipare të tjera të fytyrës së një qenie njerëzore nuk mund të përcaktohen nga skeleti. Evolucionistët i modelojnë këto inde të butë që nuk lën asnjë gjurmë, vetëm për t'ia përshtatur qëllimeve të teorisë së tyre, edhe për të prodhuar rikonstruksione imagjinare për revistat e tyre.
Ernest Hutton nga Universiteti Harvard thotë se këto vizatime nuk kanë asnjë vlerë, ai shprehet. Është e mundur që të modelosh në Kafkën e një neandertalasi tipare të një shimpanzeje, edhe me po aq lehtësi edhe për vijimet e fytyrës së një filozofie. Këto restaurime të hamendësuara të llojeve të lashta të njeriu shumë pak, për të mos thënë as pak vlerë shkencore, dhe janë të prirura vetëm për të mashtruar publikun. Evolucionistët shkojnë aq larg në këtë temë, saqë mundën edhe të sajojnë fytyra shumë të ndryshme për të njëjtën Kafkë. 3 konstruksionet krejt të ndryshme, të bëra për fosilin e quajtur Zinjanthropus, janë një shembull i famshëm që tregon se sa të vendosur janë evolucionistët për prodhimin e këtyre maskave të rreme. Evolucionistët nuk punojnë vetëm me truket e vizatimet edhe të modelimit. Disa herë, ato bëjnë dhe mashtrime të qëllimshme. Më i famshëm i këtyre mashtrimeve është fosili i Piltdownit, i paraqitur në Angli në vitin 1912, nga një evolucionist i quajtur Charles Dawson. Ky fosil u paraqit në muzeum si forma më e rëndësishme kalimtare ndërmjet majmunit dhe njeriut për më shumë se 30 vjet. Ekspertë të cilët e ristudiuan fosilin në vitin 1949 zbuluan se ai kishte qenë një mashtrim i prodhuar nga ngjitja e një nofulle orangutangu në Kafkën e një njeriu. Një formë tjetër kalimtare falsifikuar nga evolucionistët ishte njeriu i Nebraskës. Ky u gatua më 1922 mbi bazën e një dhëmbi të vetëm fosili. Ata nuk neglizhuan që t'i vinin atij një emër latin, ekspozimi. Hesperocopithecus, Harold Koki. Apo të bëjnë tablo imagjinare në lidhje me të. Shpejt u zbulua se dhëmbi i cili kishte qenë burimi i frymëzimit për shpikjen e njeriu të Nebraskës në të vërtetë i përkiste një demi të egër. Edhe shumë kafka të tjera fosilesh që janë paraqitur si dëshmi madhështore për evolucionin kanë dështuar një dhe nga një. Njeriu i Neandertalit u paraqit si provë më 1856 edhe u hodh poshtë më 1960. Njeriu i Piltdownit u paraqit si provë më 1912 dhe u hodh poshtë në 53. Zinjanthropusi u paraqit si provë 1959 dhe u hodh poshtë më 1960. Ramapithecus u paraqit si provë më 1964 edhe u hodh poshtë më 1979. Në fakt e vërteta, të cilën evolucionistët mundohen aq shumë ta mohojnë dhe ta fshehin, gjendet para syve të gjithëve. Llojet linden krejt papritur edhe në mënyrë të përkryer në tokë. Domethënë, ata u krijuan. Krijuesi hyjnor, i cili sundon mbi të gjithë natyrën, i krijoi të gjitha speciet me tipare të tyre të veçanta dhe të përsosura. Ai krijues hyjnor është Allahu, Zoti një dhe i vetëm. Ai është Zoti i qiejve, i tokës, edhe i gjithçkaje që gjendet ndërmjet tyre.
O njeri, ç'të mashtëroj ty ndaj Zotit tënd që të krijoi, të mbrojti, të dhuroj harmonia dhe të formësoj në mënyrën që dëshiroj.